Kryqi i Kuq shqiptar ka nisur një operacion të gjerë humanitar në komunat e zonës së Shkodrës, të cilat për më shumë se një muaj u përfshin nga përmbytjet që ushtrin në më shumë se 7.000 hektar tokë bujqësore, duke rrethuar edhe 8.000 banesa dhe biznese të zonës. Vullnetarët e Kryqit të Kuq ishin sot në fshatin Mushan të komunës së Dajqit, ku shpërndan një sasi pakosh ushqimore dhe higjienike për banorët e këtij fshati që është edhe zona më e prekur nga përmbytjet në këtë komunë. Po bëjmë një shpërndamje për 100 familjet në nevojë që janë të përmbytura nga uji. Shpërndamja po bëhet me anë vullnetarëve të Kryqit Kuq. Paketat e ushqimeve janë një paket me 20 kg ushqime ku ka grosh, vaj, shiqer, oriz, miell 10 kg, makarona, kryp, plus ka një kit higienik. Sipas koordinatorit të Kryqit të Kuq për Shkodrën, Mirsat Krajos, operacioni i shpërndarjes së ndihmave humanitare do të vazhdojë në të gjithë zonën e Shkodrës në mbështetje të familjeve të dëmtuara. Janë shpërndarë rreth 3200 litra ujë në komunën Dajq dhe tash për momentin po veprojmë në dy komuna, komunën e Anamalit dhe në komunën Dajq, dhe janë shpërndarë rreth afërsisht 400 paku ushqimore, rreth 200 paku në Anamalit dhe 200 paku që po shpërndaren për komunën e Dajqit. Operacioni do vazhdojnë prep dhe do shohim nevojat e njerëzve pasi tesh është shqetësu uji, kena dhe liri veprimit më të madhe. Ndërkohë, banorët e komunës së Dajqit shprehen se ka nevojë urgjente për ndihmë në ushqimin e baktive, pasi rezervat ushqimore u janë dëmtuar gjatë ditëve të përmbytjeve. Faleminderit për ditën e Kryqit Kuq, kanë ardhur 2 herë, e dyta herë sot që vinë. Ndihma për bakti, që është kryesore, nuk kam me të pa hangër me kile makarona, me kile vaj që mbin. Këta po ishin fasin e bardhë. Veç në kena hallë për bakti, se s'na kam me të gjami këtë tokë. Ushimi i thot ka maru, se nuk ka kohë ushimi i thot tash. Një mishtat që i kemë bos kanë maru janë kapitana, nuk e di me sa do majmë. Se kanë thonë që do të binë, janë tash 3 javë që thonë 600 ton koncentrat, ala 1 gram nuk ka ardhur. Unë nuk e di se për kur i duan ata. Sen Hajdari është një nga fermerët e shumë të fshatit Mushan, i cili pasi është kthyer nga emigracioni ka ngritur një fermë të vogël blegtorale. Ai e përshkruan situatën si mjaft të rënduar, ndërkohë që apelon për ndihmë të ngushme në ushqimin e baktive. Kam 10 lufë vath, ku unë kam punu në botë jashme dhe kam bëhë këtë 7 milion lek. Sot, unë nuk kam që jap lufëve me hangër, sepse këta kërkujnë me hangër, kurse unë gjej me hangër. Këta nuk kanë që me hangër ma. Këtë gresh këtu, që e kam këtu në këtë hangar, e kam blej 1 milion lek. Edhe alasja kom dhënë paret. Unë gëgoj njëm, me më dhënë njëm nga Gjeveria, me se jam antar shoqatit blegtorale i Dajqit, me s'ka pëllu me këta lopë për zëti, ka kam i qusat, kur komplet token e kam në ujë. Rreth 2 javë më parë, shtabi i emergjencave civile për qarkun e Shkodrës i kërkoi autoriteteve shtetërore një ndihmë urgjente për 600 ton koncentrat për ushqimin e baktive që gjendeshin në një situatë të vështirë brenda zonës së përmbytjes. Ndihmë kjo që sipas banorëve deri tani nuk ka arritur. Ndërkohë, megjithëse uji është larguar thuajse në të gjithë zonën e përmbytjes, deri tani nuk ka njoftime nëse qeveria do të urdhërojë ngritjen e komisioneve të verifikimit dhe vlerësimit të dëmeve, proces ky që është kryer gjatë përmbytjeve të mëparshme në zonën e Shkodrës. Për Zërin e Amerikës nga komuna Dajq Pëllumsulo.